Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Po vazhdoj me orën e mesme, sot është e premte dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Kur Krishti pati etje në ator që ngryqen gjitën, kush psalterin ditë të lexoj, etje së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qoftu ri, për atë që vdiq për ne, edhe mëkatin e veri, e virtyti qoft dëshirë. Bagmi i Shpirtit të Shenjtë sot mbi këngë qeste ndikoft, që zjarrin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një vetme e gjithë pushtetshme, Trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119, pjesa 21. Të mëdhenjt më salvojnë pa arsye,
Zemra ime trembet vetëm prej fjalëve të tua. Unë u gëzohem fjalëve të tua, por si ai që fiton prej të madhe. E urrej rrenën dhe më velet, kurse ligjin tënd e kam për zemër. 7 herë në ditë ty të thur lavde, për gjygjet e drejtësisë sate. Dashamirësit e ligjit tënd gëzojnë paqe të madhe. Ata askur nuk marrin në thua. Ndihmën tënde o Zot e pres, dhe i mbaj urdhërimet e tua. Shpirti im i ruan ligjet e tua, dhe i desha ato me gjithë shpirt. I mbaj ligjet e tua e dëshminë tënde, sepse të gjitha udhët e mia janë para syve të tu. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Psalmi 133, gëzimi në dashurinë vëllazërore. O sa punë e mirë e gjë e bukur është kur vëllezërit jetojnë së bashku. Si vaji ai më i miri në krye, që zbret në mjekrën e Aronit, që zbret kindave të petkave të tij. Por si vesa në Hermon që bie në malet e Sionit. Sepse atje Zoti e jep bekimin, jetën e amshueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Psalmi 140, ti je strehimi im. Më shpëto Zot prej njeriu të keq, më mbro prej njeriu të mujshar, prej atyre që mendojnë të këqija në zemër, që gjithë ditën se ndërgjojnë luftra. Por si gjarë prijem prehin gjuhën e vet, nën buzë e kanë vrerin e shligës. Më ruaj o Zot prej kthetrave të mëkatarit, më mbro prej njeriu të dërhust, sepse mendojnë të ma vënë në këmbëzën. Krenarët ma fshehen grackën, me litar ma përgatitin rjetën, gjatë udhës mi ngrehin kurthet. I thash Zotit, ti je hyji im, dëgjoje o Zot britmën e lutjes sime. O Zot, fuqia e shëlbimit tim, ma mbro kryet ditën e përleshjes. Mos lejo të shkojnë në vend dëshirat e bakeqit, mos i përkras synimet e tia. E di se Zoti e mbron çështjen e të mjerit dhe ia jep të drejtën të vobektit. Po të drejtët do të lavdërojnë emrin tënd, shenjtrit do të jetojnë në praninë tënde. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetojë. Leximi i shkurtë i orës së 6 krahasoi Jeremin profet kapitulli 3 rreshti 12 dhe 14. Kthehu, thot Zoti, dhe nuk do ta kthej fytyrën time për jush, sepse unë jam i mëshirshëm, e nuk do ta mbaj hidhërimin përgjithmonë. Kthehuni o bij që u ngritët kundër meje, thot Zoti, sepse unë jam Zoti juaj. Largoje shikimin prej mëkateve të mia. Shlyej të gjitha fajet e mia. Të lutemi, o hyj, ti që likështison i përgaditet ndihma të përshtatshme, bëj po të lutemi, ti pranoj me gëzim frytet e shëlbimit dhe ti dëshmoj me një jetë të shenjtë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.